Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Hadithi I radhës të tema sinqeritetit është hadithi që përcjell Abu Faris, thotë se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam një herë tha: "Saluni ma shi'tum, amma shi'tum." Ju drejtua një grupi nga sahabëve të tij dhe ju tha: "Më pyesni për çfarë të dëshironi." Më pyesni për çfarë të dëshironi. Një person tha: "O I dërguari I Allahut, çfarë është Islami? Pra më trego mua se çfarë është Islami." Profeti alayhi salatu sallam tha: "Iqamus salat wa ita az-zakat." Falja namazit dhe dhënia e zakatit. Ai tha: "Po imani, çfarë është imani, besimi?" Profeti alayhi salatu sallam tha: "El-ikhlas." Personi, njëti person pyeti përsëri dhe tha: "Po yaqini." Yaqini është bindja e plot. Është bindja e plot. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "At-tasdiq." Besimi I vendosur. Ky është hadithi. Dhe ne jemi tek tema e sinqeritetit. Fillimisht I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Më pyesni për çfarë të dëshironi." Dhe kjo nga dëshirat I e mirë që ti mësonte njerëzve fen. Dhe nga përkushtimi I tij në këtë çështje. Përkushtimi I tij në këtë çështje. Gjë që do të thotë se ai I cili di diçka për cilën kanë nevojë njerëzit, duhet t'ja lehtësoj atyre përfitimin. Pra jo vetëm të mjaftoj me diturinë që ka vetë, por të diturinë që ka dhe njerëzit kanë nevojë ta dinë, duhet t'ja lehtësoj njerëzve mësimin e saj, kuptimin e saj. Thotë: "O I dërguari I Allahut, çfarë është Islami?" Çfarë është Islami? Dhe Islami e dim është emri I fesë, të cilën Allahu I lartësuar I asolli njerëzimit, që nga I pari, babai I njerëzimit Ademi alayhis salam, e deri tek I dërguari I fundit që I erdhën shpalljet, Muhamedi alayhis salatu wassalam. Dhe Allahu I lartësuar ka sjell vetëm një besim, një fe. Normalisht disa ligje kanë qenë të ndryshme nga njëra kohë në tjetër, nga njëri popull te tjetri, por thelbi ka qenë I njëjtë. Adhurimi I Allahut pa I shoqëruar atij askënd. Dorëzimi ndaj Allahut me përkushtim, me përgjërim dhe jo edhe ndaj dikujt tjetër. Veçimi I Allahut në adhurim me bindje, në besim, dhe jo edhe ndaj dikujt tjetër prej krijesave. Ky është thelbi. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa tajtanibu at-taghut. Në çdo popull ne çuam të dërguar që t'u thonë atyre: adhuroni vetëm Allahun dhe largojuni adhurimit të tagutit. Dhe fjala tagut përmbledh apo nënkupton çdo kënd që adhurohet përveç Allahut dhe ky I adhuruar e do apo është I kënaqur me këtë gjë. Dhe I fjala Islam çfarë do të thotë? Se është fjala arabe, do të thotë dorëzim, paqe me Allahun, dorëzim ndaj Allahut. Dhe fjala musliman çfarë do të thotë? I dorëzuar ndaj Allahut. Normalisht termi arabisht është muslim. Muslim, do të thotë I dorëzuar ndaj Allahut. Ndërsa kur themi në shqip musliman, në arabisht do të thotë dy musliman. Termi musliman që themi në arabisht do thotë dy musliman. Saqë një nga vitet 90 kur vinin predikues fetar nga vendet arabe dhe kur që zbritur në aeroport dhe ishin afru punonjës të aeroportit, që ishin parë njerëz huaj. Atëherë ishte fillimi, kur shife një huaj sikur çapo shifja, kupton? Edhe e thoshte musliman, ky habit është dy musliman, ky një. Derisa kuptoi që
shqiptëzimin e termit, kur ka lënë një fjalë huaj nga një gjuhë tjetër, pëson ndryshime. Dhe fjala musliman do të thotë i dërzuar ndaj Allahut. Profeti alayhis salam i tha të falësh namazin dhe të japësh zakatin. Falja e namazit ne e dim çfarë është. Dhënia e zakatit e dim. Pak a shumë se çfarë është. Dhe këto janë dy nga 5 shtyllat e Islamit. Profeti alayhis salam përmendi 2 ndoshta sepse akoma ato kanë qenë të ligjësuara në momentin që është bërë pyetja, apo për ndonjë arsye tjetër. Dhe tregoj që Islami ka të bëjë me punët e dukshme. Falja e namazit është diçka që duket. Gjithë e shohim ditën kur falet. Dhënia e zakatit, por çu është diçka e dukshme në kuptimin që nuk është adhurim i brendshëm, që mbet brenda. Por është diçka që bëhet me gjymtyr. Pra Islami ka të bëjë me anën e jashtme. Po imani, besimi, tha ikhlasi, sinqeriteti. Normalisht imani është shumë herë më tepër se kaq, se sinqeriteti. Por profeti alayhis salam përmendi një anë të imanit, një çështje të rëndësishme të imanit. Përmendi sinqeritetin me Allahun, për të treguar se sa vlerë ka sinqeriteti për Allahun e lartësuar. Ala lillahi dinul khalis. Vërtet vetëm Allahut i takon adhurimi apo feja e sinqertë. Vetëm Allahut. Pra, sikur profeti alayhis salam u pyet, më tregon një shembull për imanin dhe tha sinqeriteti. Apo si thot në një tjetër hadith, el hajju arafa. Haxhi është Arafat, qëndrimi në Arafat. Por ne e dim që haxhi nuk është vetëm ky episod apo vetëm ky rit, qëndrimi në vendin që quhet Arafat. Haxhi ka edhe qëndrimin në Mina, ka edhe qëndrimin në Muzdelife, ka edhe tavafin, ka edhe gjujtjen e gurëve. Por përse profeti alayhis salam tha haxhi është Arafat për të treguar rëndësinë e këtij riti apo kësaj pjese të haxhit. Por çu edhe në këtë hadith. Çfarë është imani, besimi, sinqeriteti. Pra shihni se rëndësishëm është sinqeriteti për Allahun e lartësuar dhe nuk pranohet tek Allahu asnjë vepër që nuk bëhet për të. Sado e bukur, sado e madhe, sado e dobishme duket ajo për njerëzit, po nuk je sinqert për Allahun, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا dhe e bëjmë atë hije plua. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ai pyeti, po yaqini, bindja e plot. Dhe imani, tek imani tu tha sinqeriteti, çfarë tregon që imani, besimi ka të bëjë me anën e brendshme. Frikën, shpresën, mbështetjen, dashurinë, sinqeritetin për Allahun e lartësuar. Pra Islami, nëse përmenden të dyja bashkë në të njëjtin tekst, Islami ka kuptimin e punëve të dukshme, ndërsa imani ka kuptimin e adhurimeve të brendshme. Por nëse përmendet vetëm njëra, qoftë Islami apo imani në të njëjtin tekst, e përfshin edhe tjetrën. Dhe ky është një dallim i rëndësishëm që duhet ta kuptojmë, sepse na ndihmon që të kuptojmë ajetet kuranore, hadithet profetit alayhis salatu wassalam. Tha profeti alayhis salatu wassalam për yaqinin, besimi e tasdiq dhe që është besimi i plot ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra hadithi tregon vlerën e sinqeritetit. Hadithi i radhës është një hadith i bukur. Thot profeti alayhis salatu wassalam, naddara Allahu mri'an sami'a maqalati fawa'aha farubba hamili fiqhin laysa bifaqih. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. Thot profeti alayhis salatu wassalam, Allahu e ndriçoft fytyrën e atij që e dëgjon fjalën time, e mëson dhe e kupton atë. Sepse mund të ndodhë që dikush që ka dituri, por nuk ka fiqh. Pra di përmendesh, për shembull, Kur'anin, por s'di ta interpretoj.
A ka dituri ty? Ka, di fjalën e Allahut përmendesh, por s'është në gjendje ta interpretojë, s'është në gjendje ta përkthejë, s'është në gjendje ta shpjegojë. Apo mund të jesh musliman që ka mësuar 10, 20, 30, 100, 2000 hadithe të profetit alayhis salatu wassalam, por s'di t'i shpjegojë. Sepse mund të ndodhë, tha profeti alayhis salatu wassalam, që dikush ka dituri, por nuk ka fiqh, nuk di ta përkthej, ta shpjegoj, ta interpretoj këtë dituri që ka. Dhe për tre gjëra, zemra e muslimanit nuk mban zili, smir, hased. Sinqeriteti i veprës për Allahun e lartësuar, këshilla për udhëheqësit e muslimanëve dhe qëndrimi me xhamatin, mospërçarja, uniteti. Sepse duaja e tyre i përfshin edhe nga pas. I përfshin edhe nga pas. Ky është hadithi. Fillimisht thot profeti alayhis salam bën dua për atë që e dëgjon hadithin e profetit alayhis salatu wasalam dhe mëson atë. Cila është duaja? Allahu ja ndriçoft fytyrën. Allahu ja ndriçoft fytyrën. Në dynja, zemrën, me iman, dhe në ahiret, kur merr shpërblimin për diturinë që pati, apo kur sheh fytyrën e nderuar të Allahut të lartësuar, ujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Atë ditë do të ketë fytyra të ndritshme që Zotin e tyre shikojnë. Që Zotin e tyre shikojnë. Imagjinoni vëllezër, kur sheh diçka që e do dhe e pëlqen shumë, mund të jetë send, mund të jetë njeri. A nuk gëzohesh dhe ky gëzim reflektohet edhe në fytyrën tënde? Që është fytyra? Të qeshin sy, të qesh mimika e tjerë. Ndodh. E jo më të shohësh si mund të jetë, si do të jetë gjendja kur të shohësh fytyrën e nderuar të krijuesit tënd. Që është më e bukur gjë, më e bukur edhe se vetë xheneti, nuk ka. Si të ndriçoj fytyra e besimtarit? Allahu na bëf prej të tillëve. Pra ai i cili mëson hadithet e profetit alayhis salatu wasallam dhe i kupton ata, është përfshirë në këtë dua që ka bërë profeti alayhis salatu wasallam. Dhe në këtë dua mund përfshihet çdo musliman. I vetë detyrë vetes, një herë në çdo ditë apo një herë në 2 ditë, një herë në 3 ditë, e mëson një hadith përmendesh. I mëson dhe në të paktën mënyrë të përgjithshme kuptimin e hadithit. Dhe bën këtë gjë zakron të tij hyn në këtë hadith. Pra që profeti alayhis salam ka bërë dua për të. E ku ka më bukur se sa të përfshihesh në duan e profetit alayhis salam. Këto janë çështje për të cilat ne duhet të preokupohemi. Sepse qëllimi që kemi ardhur këtë botë fundit ky është të adhurojmë Allahun, të marrim shpërblime, të bëjmë sa më shumë vepra të mira, që frytet e tyre t'i marrim në ahiret. Prandaj këtu duhet të fokusohemi. Dhe të gjitha angazhimet e tjera të jenë në shërbim të këtij qëllimi. Të jenë në shërbim të këtij qëllimi. Shihni sa bukur, sepse mund të ndodhë që dikush ka dituri por s'ka fik, nuk është i aftë ta interpretojë. Dhe ka ndodhur në historinë islame, ka pasur njerëz të cilët përmenden në biografitë e ndryshme që dinin me mira hadithe përmendesh, memorizim të shkëlqyer, por nuk dinin të jepnin kuptimin atyre. Nuk dinin të jepnin kuptimin atyre. Prandaj muslimani kur mëson diçka, në rastin konkret një ajet, një sure, një hadith, përpiqet të mësoj edhe kuptimin. Mësove për shembull një sure në arabisht, kul huwallahun. Lexoj edhe përkthimin. Sepse përkthimi pak a shumë është edhe interpretim. Mësove Fatihan që është e rëndësishme, e thunë çdo rekat, mësoj edhe kuptimin shqip. Mos fjalë për fjalë, të partën esencën, atë që është e përgjithshme. Dhe shihni çfarë tha më pas, për të gjërat zemra e muslimanit nuk ka zili, apo nuk mban zili.
i përmban të dy ato kuptime. E para, vepra e sinqertë për Allahun. Dhe kjo është pjesa që ka lidhje me temën tonë. Sinqeriteti për Allahun e lartësuar. Pra, ai muslimani i cili i ka këto tre gjëra, sinqeriteti në punë për Allahun, këshillon udhëheqësit e muslimanëve dhe rrimë dhe nuk bën përçarje dhe nuk përçahet nga uniteti xhamati i muslimanëve, ai është i shpëtuar nga zilia. Ky është një interpretim që japin dietarët. Interpretimi tjetër është që ai i cili për të gjëra zemra muslimanit nuk mban zili. Zemra muslimanit nuk mban zili, siç është përtimi drejt për drejt. E para, vepra sinqertë për Allahun, dhe kemi falë mësimin e kaluar dhe para shumë folëm dhe tani. E dyta, këshilla për udhëheqësit e muslimanëve. Këshilla në fe ka një rëndësi shumë të madhe. Dhe është nga detyrimet që muslimani ka ndaj vëllait të tij musliman. Ad-dinu nasiha, tha profeti alayhis salam, feja është këshill. Por ne e dimë që feja nuk është vetëm këshill. Feja ka dhe shumë adhurime, shumë rregulla. Por për të na treguar rëndësinë e këshillës, profeti alayhis salam tha, sigur këshilla është e tërë feja. Prandaj muslimani këshillon muslimanin. Sepse e ka vëlla. Edhe është nga sinqeriteti në fe dhe në marrëdhëniet vëllazërore midis muslimanëve. Dhe një nga problemet që hasim ne si xhamat sot është që e kemi lënë pas dore këtë gjë. Pra e shohim dikën që ka mungesë në prezantimin e namazeve në xhami. Se këshilloj. Apo bën një gabim në mënyrën se si falet. Jo se është i ri, ka kroj, po se këshilloj. Apo ka nevojë për diçka, ne kemi mundësi t'ja japim me anë të këshillës, nuk e këshilloj. Kjo është gabim. Thot Allah subhanahu wa taala, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Besimtarët dhe besimtarët janë miq për njëri tjetrin, e urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Dhe raporti që duhet të ketë muslimani me udhëheqësit e tij musliman, ne jemi qafira. Po bëjmë fjalë kur janë muslimanë, për shembull vendet islame. Edhe pse ata mund të jenë zullumqar, mund të jenë gabime, gjunafe që nuk arrin në gradën e kufrit, apo që i nxjerr nga feja, shirkut e tjerë, është detyrë me ixhma të dietarëve bindja. Në ato gjëra që nuk janë në kundërshtim me shariatin e Allahut. Sepse profeti alayhis salam thot, la ta'atu li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Nuk lejohet bindje ndaj krijesës, në kundërshtim me apo duke kundërshtuar krijuesin. Dhe nuk lejohet që siç ndodh apo që persona të ndryshëm, grupacione të ndryshme bëjnë revolta në vendet islame, siç ishte pranvera arabe, që nuk ishte gjë tjetër vetëm një orkestrim i armiqve të islamit për të bërë tollovi, kaos, gjakderdhje në vendet e muslimanëve dhe për t'i nështruar dhe për t'i pushtuar ato sa më lehtë. Dhe shfrytzuan grupacione të ndryshme, siç janë Ikhwanul Muslimin, Vllazëria Muslimane. I shfrytzuan parimet e tyre, shfrytzuan këta njerëz, të cilët bën gjakderdhje të mëdha, sidomos në Egjipt. Dhe nuk arritën asgjë. Kaluan nga një sundimtar autoritar te një tjetër. E vetmja gjë që arritën është gjakderdhja, shtatrimi i ekonomisë, kaosi, pasiguria. Në shumë hadithe, profeti alayhis salam urdhëron për bindje ndaj udhëheqësit, edhe nëse është gjunafçar. Nuk lejohet. Por ajo që duhet bësh është këshilla ndaj tyre. Dhe qëndrimi me xhamatin, përçarja është fitne. Dhe fitnja është më e keqe se vrasja.
Wal fitnatu akbaru min al qatl. Dhe fitnja është më e madhe se vrasja. Thot Allahu subhanahu wa taala. Dhe çfarë tha më pas profeti alayhi salatu wassalam, sepse duaja e tyre i përfshin që të gjithë. Fjala duaja e tyre i përfshin që të gjithë. Ka interpretime ndryshme të dietarëve në lidhje me këtë pjesë të hadithit të profetit alayhi salatu wassalam. E para është ajo duaja që muslimanët bëjnë për njëri tjetrin, për xhamatin, shoqërinë e tyre, vendin e tyre, udhëheqësit e tyre, është si një mur rrethues që i mbron. Është si një mur rrethues që i mbron. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Thot profeti alayhis salam, udhëheqësit më të mirë janë ata për të cilët ju luteni dhe ata luten për ju. Dhe udhëheqësit tuaj më të keqinj janë ata kundër të cilëve ju luteni dhe ata luten kundër jush. Pra ju i urrejni, ata ju urrejnë. Ju më të mirët ju i doni, ata ju duan. Ndërsa interpretimi i dytë që japin dietarët është ftesa në besë. Pra nëse do zgjidhet një udhëheqës musliman dhe zgjedhja sipas shariatit nuk është në mënyra që është në perëndim, me vota të lira etj, siç pretendojnë ata, me anë të sistemit demokratik etj, këto janë papranueshme në fen tonë. Allahu subhanahu wa taala ka dhënë dhe ka përcaktuar drejtimin e duhur. Është elita e mirë ajo që e zgjedh udhëheqësin. Kjo kur nuk ka mbretëri, sepse kur ka mbretëri është diçka e paracaktuar, por prapë i jepet besa. Dhe thonë disa dietarë se kuptimi këtu është që kur do zgjidhet një udhëheqës musliman dhe dietarët ja japin besën, është detyrë për të gjithë ja japin besën. Është detyrë për të gjithë ja japin besën. Për shembull, përmendim Arabinë Saudite, që është vendi që më së shumti praktikon shariatin. Sa herë që vdes një mbret dhe vjen trashëgimtari për të marrë pushtetin, është fillimisht është elita ajo që ja jep besën. Dietarët e mëdhenj. Dhe më pas udhëheqësit e fisëve. Dhe dhënia besës është detyrë. Profeti alayhis salam ka treguar se ai i cili heq dorë, a dhe nuk pranon të japin besë, dhe nuk pranon të japi besën udhëheqësit musliman, dhe vdes në të gjendje, ka vdekur një jetë si xahil. Pra si jo musliman, jo se ka bërë kufër, jo se ka dalë nga feja, por si jo musliman. Pra, gjë që tregon se dhënia e besës është për Islamit. Mos dhënia e besës, kur është e rregull, nuk është për Islamit. Dhe personi apo grupacioni i tillë nuk ka vepruar sipas Islamit. Ky është hadith, këto janë hadithet për sot, lutim Allahun Azza wa Jall ta japi diturinë në fenë e tij, sinqeritet në adhurimin e tij, na ruaj neve nga syfajësia, riaja dhe hipokrizia. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka